Këta jo që s'kan shumicë, por këta s'janë as afër shumicës. Dhe unë i ftoj që mos ta mbajnë peng konstruimin e Kuvendit Kosovës, mos ta mbajnë peng themelimin e institucioneve të vendit, mos t'i mbajnë peng afatet kushtetuese, por le të vinë seancë dhe le të votojnë. Normalisht që nuk kanë drejt me qenë edhe në pozicione ekzekutive edhe legislative në të njëjtën kohë, por nuk munden me u sjell me këtë shpërfillje kaq të hapur ndaj vullnetit qytetar, ndaj kushtetutës vendit, ndaj ligjeve të Republikës Kosovës. Është vërtet përkeqardhje, por sot pati një shpërfaqje krejtësisht të qartë të një faktit pamohshëm. Këta nuk kanë shumicë parlamentare dhe me qenë se nuk kanë, po dëshirojnë me ble kohë. Me ble edhe 48 orë kohë për me bo pazaret politike të cilat, unë për ju them, edhe mas 2 ditë do t'i kenë në nivelin e njëjtë, nuk do t'kenë shumicë. A ka pyetje dikush? Faleminderit. Mirupafshim.